Në Universitetin e Tetovës, me një akademi solemne, është shënuar shpallja e pavarësisë së shtetit shqiptar në Vlorë më 28 nëntor të vitit 1912. Kjo akademi u organizua nga Fakulteti Filozofik I këtij universiteti, ku ishin të pranishëm rektori, prorektorët, dekanët, profesorët dhe studentët e disa fakulteteve. Kjo festë tradicionalisht shënohet në Universitetin e Tetovës, ndërsa dekani Kushtrim Ahmeti nënvizoi se për të festuar këtë ditë është dashur shumë sakrificë nga mbar kombi shqiptar. Ne si fakultet filozofik tradicionalisht I kushtojmë rëndësi datave të rëndësishme të historisë kombëtare, por edhe të tjerave të cilet kanë të bëjnë me identitetin ton kombëtar. Është një rast I mirë për të reflektuar pozicionin ton të sotëm dhe përgjegjësitë tona të cilet I kemi, me thënë edhe si individ dhe si shoqëri, sepse 28 nëntori nuk është thjesht një datë simbolike, është një festë në të cilën të gjithë ne duhet bëjmë një lloj reflektimi të këtij. Ndryshe, 113 vjet më parë në Vlorë, përfaqësues të vilajeteve shqiptare e shpallën pavarësinë e shtetit shqiptar. Kuvendi kombëtar I Vlorës mbledhjen e tij të parë e mbajti më 28 nëntor 1912 me aktin e shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar nga Perandoria Osmane. Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë ishte kurorëzim I përpjekjeve shekullore dhe luftrave të pareshtura që bën shqiptarët për çlirimin e vendit.